A ban ti ruaj qimet e këmbë. Nëse luaj futboll dhe më pengojnë, Allah është problem. Ruajtja e qimeve, hekja e qimeve ka 3 dispozita. Dhe Ramazani kaluam mendoj se kemi sqaruar. E para nga ajo që qimet që janë të ndaluara të hekën, sikur qimet e mjekrës. Mjekrën haram. E ndaluar. Si be haram thot? Pas ka sunet mjekrën me shlua. Po, sunet me shlu. Sunet vajib. Qish me sunet vajib? Çka mo sunet vajib? Do të thot, shlurja e mjekrës është obligim vajib, ama nuk ka arë në Kur'an, po ka arë në sunet. Si për shembull, djalin me bon sunet, çka është? Vajib. A ka arë në Kur'an? Jo, sunet. A ban mos me bon hiç, se po tutët. A ban? Zban. Pse? Se je musliman. Atare mekra është njësoj. Dhe mekra me shlu, a vajib. Me hek, haram. Tamam? Joni tha po, na ki qitë bela me grur. Në regull, unë s'po tham ti e din. Ta dish cila vendimi shariatit. Jo, nëse me maj mekrën, ban. Ti ndryshon në vendimin e Allahut, kjo edhe ma gjuna. Me ndryshu. Po me ditë se jetu i bo Allahut gjuna, atëre ku të mundësot, e shlon. Spaku pak. Se na mi thonë me zgatë edhe ma shumë, ma këpëdojnë ala ma hiq. Po spaku pak, mos u rruj. Spaku me makin. Ka thonë disa djetarë, për shkak se paku e plotëson fillimin e kujt? Vajibit. Vetlat mek, zban. Mi hullu, haram. Nësa gru, haram. Abdullah Mesudin i ka malku. Gratë që i hullojnë vetlat. I ke jekin vetlat. Ka thonë, qish pe i malkon? Ka thonë, si mos ti malkoj ato që i ka malku pejgamberi Allahu. Haram. E ndaluar. Për ata një lloj qimeve haram i hek. Një lloj qimeve e preferuar mi hek. Për shembull, në shkurtu mësteqit. Me hek qimet në sjetëll. Dhe kështu me radhë. Treti lloj qimeve s'ka ardhur as e lejuar, as e ndaluar. Ka thonë dietar, kjo të kthehet te ty. Si dush i hek, si dush i lën. A për ngjasim i grave me hek qimet në gjoks te moshkit, apo qimet e komës nuk ka për ngjasim. Pra lejohet me hek qimet dhe moshkulli për shkak se s'ken argument që e ndalon. Ama thot njëri, ja kupton, kam dëgjuar një hadith se Allahu e don moshkullin leshatak dhe nuk e don gruan leshatake. Kjo hadith është i rrejshëm. Është hadith i shkruar si hadith, është i rrejshëm. Për këtë arsye, do të thonë që vetëm për dieni e për menes. Allahu